Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjesi. Në emisionin e kaluar kemi folur për emocionet kundër, ndër të cilët kemi shqyrtuar emocionin e tërbimit, atë të përçmimit, të indiferencës, të armiqësisë dhe të zilisë. Në këtë emision do të vijojmë të flasim po për emocionet kundër dhe në veçanti për emocionin e zilisë. Dhe në veçanti për emocionin e xhelozisë. Në rastin e xhelozisë është përmasa afektive të qenit apo jo i dashur ajo që vihet në plan të parë. Xheloz është personi që jeton me dyshimin e vazhdueshëm se mos zhgënjehet në dashuri, me që mendon se personi i dashur në fund të fundit do ta tradhtojë. Në këtë rast gjendemi përballë formash gati patologjike të xhelozisë, apo që në rrugën e personit të dashur paraqiten mundësitë pafundme të një marrëdhënie më të kënaqshme me një partner më të bukur, më tërheqës, më inteligjent, më të aftë, të tillë sa ta shtyjë atë që ta ndërpres këtë marrëdhënie dhe të fillojë një marrëdhënie tjetër që do t'i japë më shumë kënaqësi. Vazhdimisht, i shoqëruar nga dyshimi i humbjes, personi xheloz shikon përreth për të kërkuar shenjat apo prova që pohojnë frikën e tij se mos e tradhtojnë. Dyshimi i tij shndrohet shpejt në bindje, sepse edhe për të, ashtu si edhe për ziliqarin, perceptimi i realitetit kurrëzohet nga veprime selektimi të dhënash, që vihen në punë në mënyrë automatike dhe të pavetëdijshme. Pa e kuptuar, ai zhduk provat në favor të partnerit, duke smalluar ato që mund të pohojnë dhe të përforcojnë frikat e tij. Leximi i tij është një lexim në formë hinke. Nëpërmjet saj, edhe horizonti më i gjerë zvoglohet në maksimum, ashtu si dashuria më besnike shpesh interpretohet si tradhti. Xhelozi në këtë mënyrë rrezikon të përfundojë si ziliqari, domethënë të shkaktoj me vetë sjelljen e vet atë të cilës i druhej, braktisjen. Shpesh partneri i lodhur nga dyshimet, predikimet e pafund, pasiguritë dhe kontrollet, vendos që të japë fund një marrëdhënie në bazë së cilës tashmë nuk është me elementi thelbësor. Besimi ndërsjell elementi domosdoshëm për të rritur në një marrëdhënie afektive. Në këtë rast, reagimi i xhelozit nuk do të jetë ai i atij që, duke mësuar për një përvojë negative, lidh marrëdhënie me të pjekura ndërpersonale. Përkundrazi, fundi i marrëdhënies do të interpretohet si një vërtetim i dyshimeve të mëparshme dhe çdo marrëdhënie e re, nëse ai do të jetë i gatshëm që ta fillojë një të tillë, do të nisë me një mosbesim gjithnjë më të madh ndaj tjetrit apo tjetrës. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë edhe se për ta kuptuar më mirë këtë ndjenjë, sidomos në shprehjet më pak patologjike dhe më të përditshme që shoqërojnë përvojën e secilit prej nesh, nuk duhet ta interpretojmë atë vetëm si shenjë të një zotërimi egoistik dhe mbërthyes. Nevoja për të zotëruar tjetrin, që shpesh shoqëron xhelozinë, është vetëm shfaqja e jashtme dhe e dukshme e një ndjenje edhe më të fshehtë, por po aq të thellë dhe të vërtetë, frika se të tjerët nuk na duan dhe se do të jemi të privuar prej asaj që mund të quhet si dëshira më tipike dhe më e vërtetë e çdo qenie njerëzore. Pra, në bazë të xhelozisë nuk kemi një shprehje agresiviteti ndaj tjetrit, por një klithm, një lutje të dëshpëruar, më duaj për gjithmonë, që i përgjigjet një nevoje të pranishme të secili prej nesh, asaj të një dashurie të përjetshme. Rënjet e saj ndodhen në femërinë tonë të largët, në zbulimin e dhimbshëm, por të shëndetshëm, se nuk jemi unik dhe si rrjedhoj duhet ta ndajmë me të tjerët, me veçanti me vëllezërit dhe motrat, dashurinë e prindërve.
Ky zbulim shoqërohet gjithmonë me frikën se bashkëndarja sjell një zvoglim, një humbje jo vetëm të ekskluzivitetit, por edhe të dashurisë. Kjo druajtje nuk zhduket me fëmirin, por shpesh shtohet ndërsa rritemi. Ajo, kur nuk shprehet në mënyra të përshkruara më sipër, shpesh shoqëron marrëdhëniet tona më të rëndësishme dhe duhet të interpretohet siç duhet. Kurse ne shpesh kemi turp për ta puhuar se provojmë xhelozi, preferojmë të kalojmë për persona superior që nuk e lën veten as të preken për këtyre ndjenjave fëmijërore. Kështu, harrojmë se xhelozia shpreh në të njëjtën kohë një cënueshmëri dhe një pasuri dhe që, nëse jetohet në mënyrë të pjekur, nuk e pengon dashurinë të shprehë dhe të rritet. Pse flasim në të njëjtën kohë për cënueshmëri dhe për pasuri? Cënueshmëria është e lidhur me mënyrën se si e perceptojmë dashurinë e tjetrit ndaj nesh. Shpesh jemi të tunduar që ta vlerësojmë këtë dashuri me terma sasior dhe jo cilësor. Zemra e tjetrit, veçanërisht e personave të rëndësishëm për ne, barazohet me një tort. Nëse duhet të të jap një fejt edhe ty, pjesa ime do të zvoglohet. Për këtë arsye, çdo miqësi e re që zë personi i dashur bëhet objekt vëmendjeje, kontrolli, dyshimi dhe në fund xhelozie. Bashkëndarja e dashurisë lexohet si humbje, si paksim dhe kështu harrohet se zemra njerëzore nuk zvoglohet, por përkundrazi zgjerohet çdo herë që krijohet një marrëdhënie e re. Marrëdhëniet e shumta nuk i heqin asgjë unicitetit. Ai që është me të vërtetë i aftë për të dashur, është në gjendje të ketë dhe të ruajë marrëdhënie të thella, të respektojë role të ndryshme, të mos bëhet sipërfaqësor, me gjithë shtimin e numrit të lidhjeve të rëndësishme. Partneri mund të vazhdojë të jetë objekt i një dashurie ekskluzive që nuk i heq asgjë unicitetit të miqësive të tjera. Kemi vënë në dukje se xhelozia, e jetuar në mënyrë të drejtë, mund të konsiderohet si një pasuri. Ajo është ndjenja që më së miri tregon çmueshmërinë e një marrëdhënieje. Është një mënyrë për të treguar se sa e kam për zemër dikënd, se sa dëshiroj që marrëdhënia ime me të jetë ekskluzive, se sa ajo është e domosdoshme, se sa tjetri është objekt dëshire. Pra, xhelozia mund të përcaktohet si termometri i dashurisë, që mat intensitetin dhe që cilëson vlerën e saj. Të gjitha çiftet e dashuruara e njohin këtë pozitivitet të xhelozisë. Nëse një partner dyshues pas një farë kohe bëhet i padurueshëm, është po aq e vërtet se të gjithë provojnë kënaqësi kur dikush tjetër i ka kushtuar vëmendje, i ka bërë ndonjë kompliment apo ka treguar një interes më të madh ndaj njërit prej të dyve. Të xhelozosh është pjesë e atyre grindjeve që të gjitha çiftet i njohin dhe që, nëse jetohen me qetësi, përkojnë me një shprehje dashurie, shprehur me një afekt të sinqert. Nganjëherë xhelozia ka edhe arsye që të shfaqet. Nuk u referohemi vetëm situatave të mosbesnikërisë, ku ajo vë në dukje një gjendje reale, duke pasur parasysh pa aftësinë e njërit prej partnerëve që të krijojë një marrëdhënie ekskluzive dashurie, por edhe ato në të cilat ajo shkaktohet për një konflikti të cilin çifti nuk di që ta mbarshtojë në mënyrë të pjekur. Në këtë rast, kjo ndjenjë shfaqet në momentin kur një marrëdhënie bëhet më e thellë dhe njëri prej partnerëve, i friksuar për një intimiteti më të madh, prej mundësisë që duhet të angazhohet në mënyrë më totale e më afatgjatë dhe prej perspektivës së humbjes së autonomisë, fillon të përdorë strategji të pavetëdijshme që të nxjiste tjetrin frikën se mos ky po e lë, se mos ai e privon prej dashurisë së tij. Flasim për strategji, me që bëhet fjalë për teknikat veçanta, për automatizma për të cilat personi nuk është i vetëdijshëm, që kanë si funksion të përmbajnë një frikë, siç mund të jetë ajo e humbjes së lirisë. Ashtu siç kemi thënë në lidhje me zilin, këto strategji janë të pranishme si në sjelljen mashkullore, ashtu edhe në atë femërore, edhe pse në dukje ato shprehen me qëndrime të ndryshme.
Vajza do të bëhet për shembull shumë joshse, veçanërisht e vëmendshme jo vetëm ndaj bukurisë vet, por edhe ndaj nurit që ushtronte të tjerët. E përfshirë afektivisht deri para pak kohe vetëm me atë djalë, tani fillon t'i duken të lezetshëm dhe simpatik edhe miqtë e tij. Ajo nuk bëhet më e bukur vetëm kur del në takim me të, duke ngjallur kështu shqetësime të panumërta të ai. Djali, më shumë se joshës, tregohet veçanërisht autonom. Do të rigjej miqt dhe pasionet e dikurshme prej të cilave kishte hequr dorë vetëm për të. Do të filloj të harroj data të rëndësishme, edhe në shoqëri të saj do të filloj ta kthej kokën për të parë vajzat e bukura dhe luku i saj i ri do të kaloj pa u vënë re prej tij. Deri kur ajo, e prekur, nuk do t'ja bëj me dije duke i thënë se mos ndoshta ka filluar një marrëdhënie të fshehtë. Në këtë rast, xhelozia më shumë se një termometër duhet të konsiderohet si një llampë apo sinjal alarmi. Ajo sinjalizon praninë e një konflikti, edhe pse më të vogël se sa ai të cilit partneri xheloz i druhet. Më shumë se për tradhti në këtë raste, bëhet fjalë për largim, marrje largësie. Dashuria sjell një intimitet gjithnjë më të thellë dhe një përfshirje gjithnjë më të madhe. Megjithatë, lidhja, edhe pse e dëshiruar, ja fut frikën. Druhet varësia e tepërt, humbja e autonomisë, humbja e lirisë. Por, jo gjithmonë këto ndjenja jetohen në mënyrë të vetëdijshme. Në pjesën më të madhe të rasteve, siç kemi thënë, hyjnë në punë disa mekanizma. Personat largohen pa e ditur arsyen. Pra, nuk mjafton që ta sigurojmë partnerin duke ju betuar për një besnikëri totale që faktikisht ekziston. Duhet të kemi edhe guximin që të shohim nëse në sjelljen tonë ka qëndrime, mënyra të vepruari që pa ndonjë qëllim të qartë shkaktojnë ankth dhe si rrjedhoj xhelozitë e tjetri. Në këtë rast, ndjenja nuk duhet luftuar as nga njëra palë dhe as nga pala tjetër, por duhet të deshifrohet. Bëhet fjalë për të interpretuar atë që personi përjeton, si sidhet, cilat janë reagimet dhe teprimet, si respektohen dhe pranohen cënueshmëritë dhe frikat e të dyve. Me qëllim që ata të dy të mos vuajnë më dhe që ky moment krize të jetohet prej tyre si një rast rritjeje. Në këtë përshkrim emocionesh të lidhura me agresivitetin, kemi kaluar nga një listim ndjenjash te një lexim i funksionit pozitiv që ato mund të kenë brenda një marrëdhënie ndërpersonale. Këtë emision e kemi titulluar Emocionet kundër dhe kjo mund të na bëjë të mendojmë se u vishet një ngjyrim negativ ndjenjave të përshkruara këtu. Pra, përpara se të kalojmë te reflektimi më poshtëm, është e nevojshme që të bëjmë një saktësim në lidhje me këtë gjë. Emocionet kundër nuk janë sinonim i emocioneve negative. Të jesh kundër nuk është domosdoshmërisht një e keqe. Nganjëherë madje i përgjigjen një të mire, ashtu sikurse e ka treguar mjaft mirë historia, edhe ajo e kohëve të fundit, nëse mendojmë për Gandhin, Luther Kingun dhe të gjithë mësuesit e jodhunës. Nuk ka luftë për lirinë e popujve, për drejtësinë, për paqen që nuk lind prej një të qeni kundër fillimisht. Pra, agresiviteti në vetvete nuk është negativ. Gjithçka varet nga 3 faktorë. Cili është objekti i tij, motivimet që e mbështesin atë, në çfarë mënyre shprehet ai. Po e filloj me pikën e parë. Për të vlerësuar të mirën dhe të keqen të një ndjenje armiqësore, parasgjithash është e nevojshme që ta pyesim veten mbi objektin, mbi çfarë shkakton atë. Krejt e ndryshme është armiqësia që provohet ndaj një rivali për arsye personale, nganjëherë edhe meskine, të lidhura me vetvlerësimin dhe me nevojën për afekt, në krahasim me atë që perceptohet kur një vlerë e rëndësishme shkelet dhe nuk respektohet. Në rastin e dytë, toleranca është ndjenjë negative pasi fshen një formë indiference, një mungesë empatie nga ana e atij që, i përqendruar vetëm te interesat e veta, nuk kujdeset për vuajtjen e tjetrit.
Nga ana tjetër është e rëndësishme që të kujtojmë edhe aftësinë tonë për ta justifikuar mënyrën tonë të vepruarit, duke i paraqitur edhe motivimet më meskine si fisnike. Historia dhelprës, që e quajti rrush të pa bërë, kur e kuptoi se nuk mund t'i arrinte, vë në dukje prirjen për ta fshirë cënueshmërinë tonë, për të mos i njohur dhe për të mos i pranuar dobësitë tona, duke paraqitur arsye më të pranueshme për vetëvlerësimin tonë. Sa agresivitet i shtypur, etje për hakmarrje, rebelim kundër simboleve të autoritetit janë mshirur brenda shumë luftrave për të vërtetën dhe drejtësinë. Jemi ekspert në kamuflimin e motivimeve më të thella, duke paraqitur arsye më të pranueshme për vetëvlerësimin tonë. Zedhi me të cilin i mbrojmë shokët tanë të klasës prej mujshive të mësuesit, shumë të rrept, vë në dukje etjen tonë për drejtësi. Krahasuar me apatinë përpara fakteve shumë më dramatike, prej të cilave nuk e lëm veten që të prekemi, mund të lindë në një pyetje: a jam me të vërtet duke luftuar për drejtësinë, apo jam duke u hakmarr ndaj një mësuesi antipatik që për herë të parë jam duke zënë mat? Aspekti i tretë i rëndësishëm që duhet shqyrtuar ka lidhje me mënyrën me të cilën shprehet agresiviteti. Mbi këtë argument do të flasim në emisionet në vazhdim. Tani për tani mjafton të kujtojmë se si edhe motivimet më korrekte nuk mund të përligjin një agresivitet që dëmton disa vlera themelore, siç është jeta dhe dinjiteti i personit. Pra, në lidhje me ndjenjat kundër, është e rëndësishme që të merret një qëndrim i ekuilibruar dhe të bëhet një vlerësim i kujdesshëm, me qëllim që të shmangen teprimet si pozitive ashtu edhe negative, që si në çdo teprim rrezikojnë ta interpretojnë në mënyrë të shtrembëruar realitetin e ndjenjave që të gjithë ne provojmë. Në emisionet e mëparshme kemi shqyrtuar se cilat emocione lindin prej perceptimit të realitetit të jashtëm si të rrezikshëm, sidomos nëse kërcënimi vjen prej njerëzve. Pra, kemi marrë në shqyrtim emocionet larg prej, lidhur me frikën, ato në të cilat personi e percepton veten si të qarmatosur përpara një situate rreziku. Në një moment të dytë kemi shqyrtuar ato që kanë lidhje me agresivitetin, ku rreziku njihet, dallohet dhe luftohet. Për këtë arsye kemi folur për emocionet kundër. Frika dhe agresiviteti, edhe pse në dukje shumë të ndryshme, janë afër njëra tjetrës për shkak të një të ndjerit të përbashkët, perceptimi i realitetit rrethues si rrezikshëm. Ajo që i dallon është tipi i shtytjes. Në rastin e parë, një reagim pasiv, domethënë mungesa e përgjigjes apo ikja, në rastin e dytë një reagim aktiv, kundër. Në këtë emision do të flasim për emocionet pa. Këti termi, siç do të kemi mundësi ta kuptojmë më mirë gjatë reflektimit, do t'i veshim sipas tipit të emocionit të marrë në shqyrtim 3 domethënie të ndryshme: boshllëk, humbje, mungesë. Emocionet e lidhura me perceptimin e boshllëkut janë teje të hershme. Në fakt, tregojnë mungesën e një bote të brendshme domethënëse, vështirësinë për t'i dhënë një kuptim jetës, mungesën e zedhit, të interesit, të dëshirës. Këto të kujtojnë gjendjet shpirtërore të fëmisë, tipike të muajve të parë të jetës, që megjithatë, te i porsalindur i shëndetshëm këmbehen me momente mirëqenie, kënaqësie, interesi, favorizuar prej stimulimeve që vijnë nga mjedisi rrethues. Pak nga pak, duke u rritur, fëmia priret ta mbush këtë boshllëk fillestar. Brendësia e tij, nga shkretir, shndrohet në hapësirë të brendshme, të banuar nga fytyra të dashura, të populluar nga persona dhe objekte të rëndësishme, të hapur për takime, interesa, domethënie. Edhe për fenomenin magjepses të rritjes njerëzore, ndoshta mund të vlejnë fjalet poetike të profetit: shkretira në kopsh do të shndrohet. Isaia 32:15. Por kjo përvojë fëmijërore mund të riparaqitet edhe në moshë të rritur.
e detyruar nga fenomene të veçanta ose pse personi, edhe pse i rritur, ka ruajtur në disa mbeturina fëmijërore apo sepse nuk ka plotësuar procesin e pjekurisë së tij psikologjike. Në rastin e parë, gjendemi përpara gjendjeve të krijuara nga situatat jashtme, si për shembull mungesa stimujve. Gjithmonë bëhet fjalë për raste ekstreme, siç mund të jenë ato të burgosurit e izoluar prej tjerëve, apo të murgut të mbyllur në qelën e tij. Mund të shkaktohet një ndjenjë e tillë boshllëku për ta detyruar personin që të flasë, si për shembull në rastin e parë, por ajo mund të jetë, si për shembull në rastin e dytë, edhe një përvojë e përkohshme brenda një jete të shpenzuar në kërkim të hyjit dhe që si rrjedhoi përjashton gjithçka që mund të jetë huaj për këtë dëshirë thelbësore. Ndjenjët e boshllëkut, tipike të një personi të papjekur, vijnë nga situata të brendshme. Për këtë rast, u referohemi ndjenjave të apatisë, që fjalë për fjalë do të thotë mungesë pasionesh. A, që do të thotë mungesë, patos, që do të thotë pasion, apo të mërzisë. Ato shprehin gjithmonë një mungesë gëzimi, interesi, dashurie, vullneti për të vepruar, kuptimi dhe madje edhe kënaqësie. Paraqesin një botë të brendshme pak të organizuar, të populluar nga fantazma, të paaftë për të ngjallur emocione pozitive. Një botë që zgjohet vetëm nëse nxitet nga njësi të forta e thërmuese, të cilat janë shumë të dëshirueshme për personin, me që perceptohen prej tij si të vetme që e bëjnë atë të ndihet ende gjallë. Alternativa është akulli, boshllëku, mungesa. Në këtë mënyrë shpjegohet kërkimi i tepruar nga ana e shumë të rinjve i ndjenjave të forta, intensive, të rrezikshme në kufijt e ligjit. Në fillim seksi, i provuar në mënyra të ndryshme dhe në moshë të njohur, pastaj alkooli, droga, shpejtësia e madhe me makinë për autostrada, lojrat e fatit dhe në fund, në situatat më dramatike, edhe vrasja. Ai shprehet nëpërmjet vjedhjes vetëm për dëshirën për të vjedhur, apo nëpërmjet përdhunimit, dhunës, hedhjes së gurëve nga ura dhe në raste të rralla edhe nëpërmjet vrasjes. Gati, sikur marrja e jetës së tjetrit të perceptohej në mënyrë të pavetëdijshme si mënyra e vetme për të rifituar jetën. Nuk na takon neve që të japim një shpjegim këtij fenomeni, i cili bëhet gjithnjë më shqetësues. E sigurt është që një shtim i dukshëm i këtyre emocioneve në botën rinore nuk duhet të konsiderohet si një shenjë pozitive. Në lidhje me këtë, më vjen në mendje titulli i librit të Bruno Bettelheimit, L'amore non basta, dashuria nuk mjafton. Nëse me dashuri kuptojmë vëmendjen dhe plotësimin e kujdesshëm të nevojave të një personi, është e sigurt se kjo nuk mjafton për ta bërë atë të lumtur. Plotësimi i tyre i vazhdueshëm nuk ndihmon në lindjen e dëshirës. Qenia njerëzore është kërkuese dhe gjurmuese prej natyre. Nëse privohet në jetimin e kësaj karakteristike thelbësore, nuk do të arrijë kurrë që ta gjejë gëzimin për të jetuar. Po ashtu, kur qysh prej fëmijërisë, të gjitha dëshirat pranohen dhe plotësohen. Kur mungon stimuli që, duke krijuar një situatë frustrimi dhe mungese, bën që të lindë jo vetëm një tjetër dëshirë, por edhe vullneti për të realizuar atë. Çdo aspirat njerëzore, çdo tension drejt asaj që na tejkalon, që na rrëmben apo që na tërheq, zhduket. Atëherë vjen sheshimi, boshllëku i ditëve të shuara, që arrin të na ndezin vetëm me sensacionale, të jashtëzakonshme, shpesh të shfaqur me kërkimin e kënaqësisë apo si shprehje të agresivitetit. Pra, ilaçi i boshllëkut nuk është një jetë më e qetë, por një ekzistencë më e lodhshme, me më shumë zell dhe frymë luftarake, një jetë të paktën pak më e denjë për t'u quajtur e tillë. Emocionet e lidhura me përvojën e humbjes karakterizohen prej një kundërshtie në dukje. Ato lindin prej një perceptimi pozitiv të realitetit të jashtëm, që shoqëron krejt situate negative të subjektit. Po e shpjegojmë menjëherë këtë dy vlefshmëri,
vetëm në dukje, duke filluar prej ndjenjës mes tyre më domethënëse, depresionit apo dëshpërimit. Te depresioni, një element pozitiv gërshetohet me një element negativ. Nevojitet që një realitet i jashtëm të konsiderohet si i dëshirueshëm, që të ndihet mungesa e tij. Por, në të njëjtën kohë, objekti i lakmuar, sidomos personi i dashur, perceptohet njëkohësisht si i dëshirueshëm dhe jo i pranishëm, i lakmuar dhe që nuk është i pranishëm. Pra, ajo që karakterizon këtë emocion është privimi. Diçka e bukur më është hequr, nuk ekziston më dhe u është dhënë të tjerëve. Është sikur realiteti të ngjyrosej me të trëndafilt nga jashtë dhe me të zezë nga brenda. Një farë lutje e tantalit, i cili i dënuar për të dëshiruar përjetësisht të mira të lakmueshme, nuk ka mundësi që t'i arrijë kur ato. Ky përshkrim vë në dukje vetëm karakteristikat e depresionit dhe jo ato të gjitha emocioneve pa, që mund të marrin ngjyrime më të buta dhe mund të jetohen në mënyra më pak të dhimbshme. Depresioni shoqëron përvoja humbjeje, që ka ndodhur gjatë viteve të para të jetës dhe që mund të riparaqiten në momente të tjera veçanërisht të dhimbshme. Për ta kuptuar më mirë këtë, do të përpiqemi që të shpjegojmë para së gjithash se çfarë e shkakton atë në periudhën fëmijërore dhe në cilat situata të moshës së rritur depresioni mund të shfaqet sërish. Psikologët e fëmijëve përdorin një term kompleks për të përkufizuar gjendjen fillestare emotive të tyre. Flasin për depresionin që përjetojnë fëmijët të cilët janë të detyruar për arsye të ndryshme të ndahen nga nëna, pasi kanë krijuar një marrëdhënie me të. Pra, kusht thelbësor që të provohet depresioni është marrëdhënia pozitive me një person të dëshiruar dhe të dashur që është larguar papritmas. Kur flasim për dashuri, në këtë rast, nuk i referohemi natyrisht marrëdhënies së thellë që një i rritur mund të krijojë me një person tjetër, por për lidhjen fillestare që një fëmijë është në gjendje të krijojë gjatë viteve të para të jetës me nënën e vet apo me një tjetër person. Ajo që karakterizon këtë lloj depresioni është mënyra me të cilën përjetohet ndarja. Fëmia nuk e percepton atë si një largim të përkohshëm që do ta çojë në një takim të ri, por si një humbje totale të personit të dashur. Në këtë fazë të fëmijërisë nuk janë zhvilluar ende siç duhet disa funksione që karakterizojnë moshën e rritur. Fëmia nuk kap vazhdimsinë e objekteve, pasi mendon se këto objekte ekzistojnë vetëm nëse i sheh dhe zhduken sapo ai nuk i sheh më. Ajo që ai nuk e percepton me shqisa nuk ekziston. Ajo që nuk është e pranishme zhduket. Duhet të kaloj shumë kohë përpara se ai të jetë në gjendje të brendësoj vazhdimsinë e një pranie të një afekti. Mosprania e personit të dashur, zhdukja e tij, jetohet si një shkatrim. Marrëdhënia perceptohet si e parikuperueshme. Prej këtu rrjedh gjendja shpirtërore e depresuar që në shfaqjet më dramatike shprehet madje si humbje dëshirës për të jetuar. Për këtë arsye, kur fëmia, sidomos në momentin kur arrin të krijojë një lidhje atashuese, do me thënë një lidhje të veçantë me një person të rëndësishëm, është mirë që të mos ndahet prej tij. Largimi nga figura amërore, fazë thelbësore e rritjes psikologjike, e krahasueshme me heqjen e xhirit në atë fiziologjike, duhet të ndodhë në mënyrë të ekuilibruar, me qëllim që të ndihmojnë ndjenjen e vazhdimësisë së dashurisë edhe kur personi i dashur nuk është i pranishëm. As frustrimet e tepërta të nevojës së tij për dashuri dhe as kënaqjet e tepruara nuk do të arrijnë të krijojnë te ai një siguri të kthill, elementi domosdoshëm për çdo pjekuri të vërtet afektive. Në jetën e të rriturit mund të krijohen kushte që riprodhojnë përvojat e ndarjes fillestare, nisjet, largimet, braktisjet, tradhtit e vdekja përbëjnë situatën e të cilat riparaqitet edhe pse në mënyra të ndryshme përvoja e dhimbshme e humbjes së personave të dashur. Pra,
objekti i dashur perceptohet si i shkatëruar për gjithmonë, jo më i rikuperueshëm. Vetë jeta fillon e humb kuptim, me që shpesh ishte marrëdhënia dashurisë me këtë person, gëzimi dhe siguria që vinin prej saj, që jepte vlerë dhe kuptim jetës. Zbulojmë se nuk jemi të motivuar. Jeta bëhet një peshë, një lodhje. Asgjë nuk është në gjendje që t'i jap gëzim personit, ta entuziazmoj atë. Dobësohen apo edhe zhduken impulset e lidhura me instiktet parësore si uria, gjumi, dëshira seksuale. Situatat të tilla nuk duhet të konsiderohen si shqetësuese, kur ato shoqërojnë momente dramatike të jetës si ato që sapo përshkruam më lart. Depresioni i shfaqur në humbjen e një personi të dashur shpreh intensitetin e një marrëdhënie dhe rëndësinë që kjo marrëdhënie kishte për të. Vë në dukje se vështirësitë e vogla të përditshme, shpesh të përbëra nga tensione, moskuptime banale, priren të fshehin rëndësinë dhe unicitetin e atij personi në jetën tonë. Nëse marrëdhëniet tona nuk do të ishin personale, nëse fytyrat dhe emrat nuk do të kishin një vend të pazëvendësueshëm në zemrën tonë, ne nuk do të dinim se çfarë do të thoshte të jesh i depresuar. Gjithsesi, nuk do të njihnim as gëzimet e dashurisë. Kur personat mbahen si identik, do me thënë njëri i avlen tjetrit, dhe marrëdhëniet jetohen vetëm për atë që mund të japin, tjetri kthehet në objekt dhe gëzimi i vetëm që provohet është kënaqësia dritë që lind prej një përdorimi të ndërsjellë. Për këtë arsye, disa herë prania e depresionit konsiderohet si shenjë pozitive pjekurie. Ai tregon te i kalimin e një qëndrimi narcisistik, shenjën e lindjes së një aftësie të re për të dashur, që lind prej perceptimit të tjetrit jo vetëm si të dëshirueshëm, por edhe si të pazëvendësueshëm. Që depresioni të konsiderohet si një ndjenjë përshtatshme dhe normale, është i nevojshëm një shkak i jashtëm, objektiv që ta motivojë atë. Pra, duhet të bëhet një përvojë vërtet humbje, si ato të përmendura më sipër. Përkundrazi, në situatat të tjera, emocionet e provuara janë tregues të një problematike personale të tipit patologjik, për shembull, të shkaktuar nga faktorë të tillë si trashëgimia, që për arsye të ndryshme nuk mund të jetë objekt i trajtimit në këto emisione. Tani, le të reflektojmë mbi emocionet e lidhura me mungesën si trishtimi, melankolia dhe madhi. Siç mund të vihet tre termat e përdorur prej nesh si kriter referimi, boshllëk, humbje, mungesë, tregojnë një koncept zhvillimi brenda aftësisë marrëdhënore. Emocionet e lidhura me përvojën e boshllëkut supozojnë një mosprani totale të tjetrit. Mund të themi gati një mos ekzistencë të tij. Në botën e atij që jeton kryesisht ndjenja si mërzia dhe apatia, jo vetëm aktualisht nuk ekziston, por edhe në të kaluarën nuk ka ekzistuar kurrë askush. Bota e tij e brendshme është një shkretëtirë pa jetë, populluar prej hijesh apo gjërash, kurrë prej personash, e ngjashme me ato të fëmijës në muajt e parë të jetës, kur ende nuk di të dallojë formën e fytyrës njerëzore, ndaj të cilës shumë shpejt fillon të reagojë pozitivisht me një buzëqeshje. Depresioni lind prej perceptimit të humbjes së tjetrit, të përjetuar si shkatërrimi një pranie për të cilin jemi të vetëdijshëm dhe që e kemi jetuar pozitivisht. Pra, dalloj me lehtësi një përparim në krahasim me situatën e mëpërparshme. Personi ka bërë një përvojë marrëdhënore pozitive, edhe pse mungon çdo shpresë që ai ta ripërsërisë atë. Në këtë rast, imazhi i shkretirës nuk shpreh situatën reale të personit. Brendësia e tij nuk mund të krahasohet me atë të një vendi ku nuk ka qenë kurrë një qenie njerëzore, por mund ta mendojmë si një qytet të shkretuar, të braktisur për arsye të ndryshme, ku banorët kanë lënë një shenjë pozitive, qytetrim, edhe pse mosprania e tyre përfundimtare krijon një atmosferë të zymë braktisjeje.
Në rastin e mungesës, personi, edhe pse i rënduar nga pesha e mospranisë së objektit të dashur, gjithsesi është i hapur ndaj shpresës dhe besimit të një rikthimi të mundshëm të një pranie që mund të rikuperohet. Në lidhje me depresionin, kemi thënë se karakterizohet prej një elementi negativ, perceptimi i humbjes, dhe prej një elementi pozitiv, vlera që i vishet personit të dashur që e kemi përkufizuar si të çmueshëm. E njëjta gjë vlen edhe me trishtimin, edhe pse në këtë rast elementi pozitiv ka një përbërës më shumë që jepet prej sigurisë së një vazhdimësie të marrëdhënies, të jetuar si përkohësisht të pezulluar, sesa të shkatruar përgjithmonë, siç ndodh në rastin e depresionit. Një diferencë e tillë nuk mund të konsiderohet si një gjë e vogël, domethënë si një ndryshueshmëri ngjyrimesh. Kemi një ndryshim të mirëfillt në mënyrën e perceptimit të realitetit rrethues dhe sidomos të marrëdhënieve ndërpersonale. Ai që përjeton kryesisht emocione depresive ka një pamje negative për realitetin dhe njerëzit. Ajo që është e bukur, që e tërheq apo që i pëlqen, perceptohet prej tij si e destinuar që të zhduket. Herët avon do të shkatërrohet, do t'i hiqet dhe ai do të qëndrojë vetëm duke qarë për këtë privim. Pra, vëmendja e tij do të përqendrohet në të kaluarën, që priret ta idealizojë, ndërsa ardhmja do t'i duket me ngjyra të zymta dhe të errta. Përkundrazi, personi i trishtuar vuan për diçka të qastit, duke qëndruar i hapur ndaj të ardhmes, të cilën e konsideron si sjellëse të risive dhe të ndjenjave pozitive. Gjithashtu, ka besim te personi i dashur dhe te dashuria. E di se çdo përvojë e re dashurie sjell me vete një jetë të re, edhe pse shenjat e kësaj risie nuk vihen re me njëherë. Pra, trishtimi është një përvojë e qastit, ai nuk mund ta ngjyrosë krejt jetën tonë. Edhe pse nga njëherë, trishtimi shoqëron për një kohë të gjatë fazat më të vështira të një ngjarje të dhimbshme. Trishtimi është tregues i cënueshmërisë së një marrëdhënie dhe për këtë arsye është një ndjenjë stimuluese. Sikur të mos ishte trishtimi, nuk do të kishim kërkim të tjetrit. Kërkim të atyre mënyrave të heshtura dhe të fshehta që ata që duhen i njohin mjaft mirë. A nuk është tipike e dashurisë që dy të dashuruarit të vendosin që ta kujtojnë njëri tjetrin në një orë të caktuar të ditës apo të dëgjojnë njëkohësisht të njëjtën këngë edhe kur janë larg njëri tjetrit? Pra, dashuria sjell aftësinë për ta jetuar marrëdhënien jo vetëm në një përmas psikologjike, por edhe shpirtërore të brendshme. Hapësira psikologjike shpesh ngjyroset me trishtim, pasi kujtimi i tjetrit nuk krahasohet me gëzimin e pranisë së tij. Megjithatë, është një hapësirë e banuar prej dashurisë dhe kjo mjafton për ta cilësuar trishtimin si një ndjenjë të pjekur. Mes emocioneve duhet të vendosim edhe melankolin dhe mallin. E para mund të përkufizohet si trishtimi i ëmbël, i shtruar, intim. I dyti, shpreh një dëshirë të zjarë dhe të dhimbshme për të rijetuar situata të kaluara më përpara, për të ritakuar persona apo për të rikthyer në vende veçanërisht të dashura. Ato afrohen me emocione drejt për të cilat do të flasim në emisionet e ardhshme, pasi përveç faktit se vënë në dukje në mungesë, shprehin edhe rëndësinë e një pranie.